me te edhe me Prishtinën. Është vërtet, Danielin, faktikisht unë kam rritë si lojtar, jo vetëm ke kombëtare, kam pasën ekipe tjera dhe jam krenar faktikisht për arritje që ka ba Danieli dhe e përgëzoj për këtë se është vetëm falë punës ti dhe vullneti që ka për të pas sportist. Ligën e Kosovës e njoh shumë mirë, Prishtinën njoh akoma më mirë se për shkak se Danieli unë për Prishtinën e kam njeh më shumë se gjithë ekipet tjera. Përballja nuk do jetë krejt e lehtë, kuptohet sepse Prishtina është ekipi më i trofeshëm në ekipin në Ligën e Kosovës dhe mendoj që kanë ardhur në një pikë të tillë që në pikun e performancës, duke nëse s'gaboj kanë diku 10 fitore në 11 ndeshjet e fundit dhe kjo është falë strukturës që ka ekipi i Prishtinës, falë ekipit që ka dhe leadershipit nga trajneri. Megjithatë ne vim në të gjysmëfinale për të përfaqësuar dinjësisht dhe për të fituar. Daniel, e ndëgjohë që ka tha trajneri Afrem? Duhet me thonë që është një nër njerëzit që më ka ndihmu deri tash në karrierën time me ata mangësitë edhe ata gjonat e mira që kam, më ka ndihmu qysh në vogli profesor Afrimi. Një vjesht, mas pari po më vjen shumë mirë Afrem kur nxënësit janë mirënjohës edhe kështu publikisht e pranojnë këtë. Kështu që kjo edhe pak është vështirëson përballjen e juaj të mërkurën mirë. Edin këtë që në fush nuk e njohin një tjetër miq. Bravo Daniel, sa desha me thonë, kur vjen puna te drejtkançi jena konkurrent, mas atij drejtkançit pastaj çat nollin. Kjo ke vetëm me qit pak benzinën në flak. Ose kur takuna mas nesheve thot trohat bona, kështu që si la vendon e... Po, me tro. Daniel, një vjesht jo e mire Prishtinës, mirë po një pranverë shkëlqyeshme, i patët 9 fitore rresht para se t'ju deklasante pikërisht ylli, me ekip të përgjysmum. Mirë po sërish u këndellë duke fitu El Klassikon me Trepçën, një ndeshje mrami ishte fenomenale, një prej ndeshjeve ndoshta më të bukura këtë pranverë. Gjysmëfinalja me Beslidhen ka me qenë shumë interesante. Cilat janë pikat e forta dhe cilat janë pikat e dobta të Beslidhjes? Po, pika ma e fort që mune me thonë është që ka një trajner të mirë. Strukturën që kanë nërtu këta e kanë të kahershme, mune me thonë edhe e kanë vazhdu edhe me mosha, kanë një staf që ashtu i najtë mrapa. Mangësin që kanë këta mune me thonë që nështë që nuk lujnë shpi tyne. Okej, se si mysafir do të thotë lujnë adopt, apo? Ashtë pak ma fështirë për ta. Nështë edhe nuk janë mësu më atmosferë si që bëhet në Prishtinë, edhe mund të kejnë edhe ma të fështirë. Po thu që si kur t'ishte lujt në Lezhë... Po, do kishin pas ma motivi, do lushin ma të lirëshëm. Afrem, qka po thuti? Jam dakord me Danielin, vjet në Vlorë për një pikë kena hop neshin me Prishtinën, për shkak edhe të atmosferës që ishte atje. Okej. Megjithatë, ne vetmi mendoj unë disfavor që kemi ndaj Prishtinës është lojët e forta që luan në Ligën e Kosovës, e cila në Shqipëri nuk është pra loja fizike e cila zhvillohet në Ligën e Kosovës. Mendoj që kjo do jetë një ndër problemet kryesore tonat. Megjithatë edhe për këtë jemi gati për të përballë dinjësisht me Prishtinën, duke parë dhe rosterin që kanë. Profe, mos e lën Agonin me na përço. As bat fjalë. Agoni nuk ju përçon, Agoni vetëm ju bashkon. Big love, big love.